I ka shit sallatët për vitrive që ki hek sali, ja? Marolla kanë qenë, po? Tash këto fidone të reja për... Kur milën të salet tash? Ka gjysa e januarit, ftoft për sali. Me shka do t'i nëzesha, që do t'i shpështona. Tash edhe ka një foli jo qetë sal, po? Po, a? Ftoft, edhe i sholla pështojnë. Tash jo qetë folijet, pasi sot ka me marrë, veç tash është ftoft. Nata ka me shku dhe minus 10, 12. Ftoft. Opa! Ato tjeret me sukses I kishit sal, po? Që 104 bime. Marolla? Marolla. Vesh suksese, inshallah pështojnë. Në këtu teknika bujqësore. Dhomën ku I mjallisha, koftorin e ki. Këtu ku të bëhet me mjall, do të me pas temperaturën plus 10-15. Regullisht. Në më thona bujqësia që prej janarit veç fillojnë me punë, këto më ka përgatit. Qëfar plej I ki qitë sali? Që këta, do më thonë, ky është guldon që e kem qujtë për para, e këta tash zvoni po përdojnë në Kosovë si lloj tërtaqi. Tash nuk vonon shumë edhe kjo mbillet me fidone. Këta janë Mercedeset 508, që shumë familje krushtjone në komunë Travecit I kanë përdorë. Janë një nga kamionët më të mirë. Kemi për Mercedesa 508 që edhe ata kthehen shumë në përkthesa. Tola edhe makinën e vogël e ka Mercedes. Ja dhe shtrimi I folis për mbrojtje nga ngricat. Kjo punë mbrëmja duhet mi vendos mëngjes mi hekt. Është rutinë derisa të bëhen mi mbjellë. Plus tani në serë të madhe e njëjta procedurë derisa të nxehen temperaturat. Është mbulota tjetra, ju përshëndesim nga Krusha.